me shpatulla mbas muri Edi Ramës, unë shpresoj shumë që kjo protestë kurorëzoj rrëzimin e Edi Ramës, sigurisht, ardhjen jetë një qeverie që shumë më e dobët dhe shumë më pak politike nga kjo që kemi sot, që do të kishte një mandat shumë të kufizuar sa për të organizuar zgjedhjet. Megjithatë, zot Tiqori, duhet t'i lexojmë sjelljet politike nganjëherë, të shohim se Edi Rama në këto ditët e fundit vetë se ka përdorur gjuhë përçmuese, ja e pash dje për shembull një pelikan i cili ishte shpopuritur që kishte publikuar në rrjetet e tij sociale si një formë përçmimi ndaj protestuesve. A shihni kot si vetëm një formë talljeje, një formë dobësie mbase apo si e lexoni ju sjelljen e tij ka shi protestas dhe protestuesve? Edhe psikologjikisht, bullizuesit janë njerëz që kanë shumë frikë. Janë njerëz që i druen ati që kanë përballë, dhe Edi Rama në karrierën e tij politike gjithmonë ka qenë bullizues. Tashmë këto kohë po përpiqet të jetë akoma dhe më shumë bullizues. Unë mendoj që sjellja e tij arrogante, nënçmuese për protestuesit, përdorimi i teorive konspirative, i paranojës, vetëm sa tregon ankthin e tij, frikën e tij, fakti që po i tronditet, po i kriset dyshemeja poshtë këmbëve nga tërmeti që po sjell protesta. Edi Rama është një pushtetar i cili jo vetëm është i korruptuar, po mund të them që ndoshta është pushtetari më arrogant dhe mund të përdor termin rrugaç që kemi pasur ndonjëherë. Ne kemi pas dhe diktator gjakatar. Po kur s'kemi pas një pushtetar që të jetë njëkohësisht kaq i korruptuar dhe kaq pa etik në komunikimin publik. Historia e Shqipërisë nuk ka parë, ka parë sigurisht pushtetar dhe më gjakatar se zoti Rama. Mirë po, kaq të pa edukat, kaq fyes për qytetarin mesatar që merr pjesë protestë nuk kemi parë kurrë. Po ta vini re faqen në Facebook të zotit Rama, do të shikoni se si ai merr dhe individualisht me protestues. Gjen në turm njerëz. Edhe me ju. Dakor, unë jam përfaqësues politik, le të merret. Po shkon tani merret me njerëz në protestë, edhe u nxjerr yçkla nga e shkuara e tyre, a thua se ata janë dish më shumë se sa thjesht individi. Po, dhe protesta mori edhe për masa rajonale, dua t'ju pyes jo për diçka tjetër, por ta marrni mendim tuajën që u përfshi edhe Kosova, se të shohim në rrjetet sociale që glojnë për çështjet e UÇK-s, përfshirje të qeverisë së Kurtit apo antarëve të qeverisë. Si e shihni ju? Sa e vreni ju në protestë prezencën e Kosovës dhe të Tetovës në veçantimet që është përmendur kështu? Unë kam takuar qytetar nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga diaspora. Sigurisht, nuk mendoj që numri tyre është dominues në masën e qytetarëve. Është zbukurues, është inkurajues, i jep një legjitimitet edhe më të gjerë protestës. Madje unë kam shfrytzuar rastin disa herë që t'u bëj thirrje qytetarëve të Kosovës, edhe shqiptarëve në përgjithësi kudo që janë, që t'i bashkohen protestës në fundjavë, sepse nisem nga një parim. Një Shqipëri demokratike, një Shqipëri moderne, është një Shqipëri më e fortë. Dhe është një Shqipëri që u intereson shqiptarëve kudo në botë. Kjo nuk është një protestë e dhunshme, kjo nuk